Radhën e kaluar ose dje, pam komandën ls. Çfarë ishte komanda ls? List. Tregon përmbajtjen e një direktorie. Në rastin konkret tregon përmbajtjen e direktorisë ku ndodhemi, sepse nuk i themi në çfarë direktorie duhet të listoj. Pam komandën pwd. Çfarë është komanda pwd? Print working directory, që do të thotë tregon se në cilën direktori ndodhemi, ose cila është direktoria e punës, që po punojmë tani në këtë moment. Pam çfarë komandë tjetër? Pam komandën cd. Cd ka kuptimin change directory. Me komandën cd ne shkojmë nga një vend pune, nga një direktori në një direktori tjetër, pra ndryshojmë direktori. Tani le të shikojmë një shembull ls/bin. Atëherë unë i them më listo përmbajtjen e kësaj direktorisë bin. Edhe kjo është përmbajtja e direktorisë bin, që ka goxha skedar brenda edhe në direktori. Tani shtyp shigjetën lart edhe nxjerr këtë komandën e mëparshme. Dhe këtu tani po, me atë, po. Dhe këtë komandën do ta modifikoj, i vendos mbrapa edhe një yll kësaj, /yll. Jo /yll, po /b-yll. Atëherë, kjo komanda liston, vetëm ato që fillojnë me b, po. B edhe yll, domethënë gjithë skedarët që fillojnë me b. Tani e nxjerr edhe një këtë komandën, edhe lë një vend bosh, komandën e mëparshme, lë një vend bosh, edhe shkruaj /bin/c-yll. Atëherë, çfarë bën kjo komanda? Kjo komanda liston ato që fillojnë me b dhe ato që fillojnë me c. Pra, të gjithë skedarët që fillojnë me b dhe të gjithë skedarët që fillojnë me c. Siç e pam edhe dje, nëse kësaj komandës ls i shton këtë opsionin -l, kjo bën çfarë bën? Bën long listing. -l i thotë që bëj long listing. Long listing do të thonë që për çdo skedar liston një rresht të gjatë. E liston një rresht me disa informacione të tjera përveç emrit. Pra emri është ky, po kemi edhe një datë këtu që do jetë o data e krijimit, o data e modifikimit të skedarit për çfarë tillë. Po kemi edhe mallësinë e skedarit në byte për momentin. Pastaj kemi edhe ca gjëra tjera që do të shikojmë më vonë. Tani, mallësia e skedarit këtu është në byte. Nëse duam që ta jetë më e lehtësueshme, është human readable, e nxjerr një komandën me shigjetën lart dhe këtu shtoj opsionin pas -l, shtoj opsionin -, human readable. Ja, do ta nxjerr edhe një herë këtë komandë këtu. Basic da një vend bosh, përpara -. Në -l, pastaj vend bosh, pastaj enter. Po. Tani, ç'a ndryshoi ky opsioni human readable? Ajo ndryshoi që tani këto mallësitë e skedarëve janë më të lezetshme, janë me njësi k, g, domethënë kilobajt, megabajt, gigabajt, shtyp enter, mirë, jo, e ke -l, jo -1. Do rritë -1 dhe -2. Jo, -l ishte edhe çfarë, jo, po e ke shtypur gabim. -l edhe human readable. Po. Tani, si duket kjo opsioni -, human readable, është i lehtë apo i vështirë për të përdorur, për të shkruar? Mirë, po. Është pak i qasë për shkëtë. Është pak a shumë vështirë që për leqë vëmojnë, për e parë. Edhe për e parë edhe për ne që kemi për e 100. Ai që shkojnë 100 herë të minus, edhe ai lodhet.
Tani në vend të kësaj minus human readable, ne mund të përdorim këtë opsionin minus r, që është identik me atë, bën të njëjtën punë, jo r, h. Unë ngatroj. H. Faktikisht e kemi parë edhe më përpara, këtë opsionin minus h, që ka kuptimin, zakonisht ka kuptimin human readable. Pra kjo bën fiks të njëjtën punë. Si minus human readable, si minus h kanë të njëjtën funksion, ose kanë të njëjtin kuptim për komandën ls. Tani, zakonisht këto komandat e Linuxit kanë një opsion të shkurtër, versioni shkurtër, që është një minus, edhe një shkronjë vetme, ose kanë një opsion të gjatë, ose një opsion të gjatë që është minus edhe një emër i gjatë. Kush më kollaj nga këto për të përdorur? Versioni shkurtër. Po ai versioni gjatë pse na duhet, ose pse e ka Linuxi atë? Çfarë mirë e ka ai? Ai ka të mirën që është më i kuptueshëm. Domethënë, nëse unë shikoj minus h në një program ose në një skript, mund ta mbaj mend se çfarë është, mund të mos ta mbaj mend. Duhet vetë të shikoj manualin, çfarë kuptimi ka minus h. Po nëse shikoj minus human readable, e kupton me njerëz se çfarë punë bën kjo, për shembull. Është më i lexueshëm, më i kuptueshëm. Dhe zakonisht këto opsionet e gjata përdoren kur shkruan një skript. Që ai që e lexon skriptin ta kuptojë se çfarë bën kjo komandë, edhe çfarë kuptimi ka ky opsion. Pra të dyja kanë ato të mirat e të këqijat e veta. Opsioni i shkurtër është më i kollajshëm, opsioni i gjatë është më i lexueshëm. Dhe zakonisht opsioni i gjatë përdoret në skripte. Skriptet janë si punë programi, do të shohim më vonë. Pra tani këtë opsioni minus l, minus r, ne mund ta shkruajmë në mënyrë më koncize, më të përmbledhur, duke i bashkuar kështu, minus lr. Dhe kur shikon bashkë këtë komandën minus lr, e kupton që kjo ka kuptimin minus l, minus r. Domethënë është e njëjta gjë. Pa nxirreni me shiletën lart edhe shkruani edhe një herë këtë komandën me opsione të përmbledhura. LH, më falë, është LH. Minus LH, dhe kishëm human readable, unë nga trova kot në atë rënd. Tani, një opcion tjetër është, ose nëse e shikojmë këto outputin e kësaj komande, ose rezultatin e kësaj komande, e komandës ls, është i renditur në rendin alfabetik. Domethënë, në fillim shfaqen gjithë ato që fillojnë me b, pastaj ato që fillojnë me c. Pse? Sepse i rendit sipas rendit alfabetik, vetvetiw. Nëse duam të rendisim sipas kohës së modifikimit. Kush është koha? Koha është kjo këtu. Koha e modifikimit të skedarit. Mund të përdorim opsionin t. T-ja është për time, domethënë ka kuptimi renditi sipas kohës. Domethënë ndryshon renditjen e rezultatit sipas kohës së modifikimit. Dhe nëse shikojmë të kohën e modifikimit, çfarë shikojmë? Mars 2024, pastaj 2023, pastaj 2021. Domethënë ato më të reja dalin në fillim, më të tjetrat dalin nga fundi. Pra, nëse shtojmë të opsionin t, për të rendituar sipas kohës, skedarët që e kanë kohën e modifikimit, ata që janë modifikuar së fundmi, dalin në krye. Ata që janë modifikuar më përpara, dalin në fund. Po nëse duam ta ndryshojmë të renditje, për shembull që ato që janë ndryshuar të fundit të dalin në fund, ato që janë ndryshuar më përpara dalin në krye, në fillim. Atëre mund të shtojmë të opsionin minus r, që është reverse, ka kuptimin reverse, që e kthen renditjen në krahun e kundërt. Pra, jo nga më e vjetra tek më të vjetrat në fillim. Po, jo nga më e reja tek më e vjetra, po nga më e vjetra tek më e reja. Pra, kjo minus r e ndryshon sensin e renditjes ose radhën e renditjes.
Edhe nëse shikojmë pas të japim këtë komandën me -r, shikojmë që këtu në fund na dalin ato që janë ndryshuar së fundmi, për shembull qershor 16, qershor 16. Dhe ato më të vjetra dalin në krye. Këtë opcionin R, -r, ne sigurisht mund ta bashkojmë me opsionet e tjera në këtë mënyrë. Edhe rezultati është i njëjtë. Ose nëse duam të përdorim versionin e gjatë, mund ta bëjmë reverse. Pra, edhe kjo -r, opsioni -r ka një version të gjatë, që është fillon me 2 minusa, edhe është reverse, që bën të njëjtën punë. Edhe kjo t-ja ka një version të gjatë që quhet time. E ka kjo vërtetë? Jo, nuk e pasa kjo. Pra, kjo t-ja nuk ka version, opsioni -t nuk ka version të gjatë. Kurse opsioni -r ka, pra disa opsione kanë edhe version gjatë, disa nuk kanë. Atëherë, e shkruajmë edhe një herë në mënyrë të përmbledhur, R. Pra -LHTR, long listing, human readable, renditje pas false, renditje në ekranin e kundër. Po nëse unë heq këtë tëm, çfarë kuptimi ka kjo? Kjo reja është prapë renditje në ekranin e kundër, po është renditje alfabetik që ndryshohet, sepse vetë ajo i rendit sipas rendit alfabetik, opsioni -r e kthen renditjen në ekranin e kundër. Pra në vend që të nxirte b në fillim dhe c në fund, nxjerr c në fillim dhe ato që fillojnë me b në. Po, si me të vjetra të reja të bëj sipas alfabetit. Po. Tani do shikojmë disa komanda për të eksploruar ato skedarët e sistemit, që çfarë ka në sistem. Control C, edhe prova këto. Po bëj edhe një clear, që ta pastroj ekranin. Atë po shkojnë te direktoria bin, duke shkruar cd/bin. Dhe me komandën ls-l shikoj çfarë përmbajtje ka kjo direktori. Zakonisht direktoria bin ka skedar binar ose të ekzekutueshëm, janë programe të sistemit. Programe, jo të sistemit. Qose bëj ls-l b yll, çfarë do nxjerrë kjo? Listën e direktorisë bin që fillon me b. Po, gjitha ato që fillojnë me b në këtë direktori. Pra çfarë fillon me b, edhe pastaj nuk ka rëndësi se çfarë vjen brapa b-s. Po që fillon me b. Ose vetë që do të ka bën direktori. Po mirë këtë. Këtu bëjmë ls, pastaj ls-l b yll. B yll që na tregon listën e atyre që fillojnë me b. Tani shikojmë që këtu kemi një program BZLS. Dhe për ta kuptuar se çfarë është ky BZLS, ne mund ose e bëjmë ls-l. Kjo shjeta tregon një farë ridrejtimi, domethënë është si një lloj shortcuti tek një program tjetër. Por ne mund të përdorim edhe këtë komandën file bzls. Dhe kjo komanda file na tregon se çfarë lloji është ky skedar. Dhe faktikisht kjo thotë që bzls është symbolic link to bzma. Pra kjo symbolic link është një lloj shortcuti. Domethënë, nëse ne përdorim këtë, është një lloj sikur të përdorim këtë. bzma. Nëse shikoj ls-l
BZMR dhe përdor komandën ls file, përdor komandën file Qa më thot për të BZMR? Qa më thot komanda file për të? Thot që është POSIX shell script, ASCII text executable. Atë është për njësa. Po. Tani, kjo më thot që kjo është një script. Edhe, kur kemi ASCII text, është e lexueshme. Sepse në kompjuter, skedarët ndajnë dy grupe të mëdhaja, skedar të lexueshëm dhe skedar të pa lexueshëm. Skedarët e lexueshëm përben nga shkronja, nga karaktere. Pra janë të përbën nga karaktere. Nëse ne e hapim mund ta lexojmë, sepse aty ka shkronja. Skedarët këto që janë skedar tekst, sepse përmbajtja e tyre është tekst. Skedarët e tjerë që janë binar. Binar sepse janë 0-1-sha dhe skedarët binar zakonisht janë të pa lexueshëm. Nëse ne e hapim si njerëz, nuk arrim të kuptojmë se çfarë ka aty brenda. Po sigurisht që një program i caktuar mund ta kuptojë se çfarë ka ai skedari binar aty brenda. Tani, këto që janë skedar tekst, ne mund ta shikojmë përmbajtjen e tyre duke përdorur komandën ls. ls Po përpiqem të shikoj se çfarë ka brenda ky skedari BZMR. Shtyp enter. Edhe siç më tregon kjo përmbajtja e kësaj është e lexueshme, është tekst, është një script, është një bash script, ne do të shikojmë nga fundi. Dhe kjo komanda ls e tregon me faqe, tregon faqen e parë dhe ndalon. Tani për të kaluar te faqja tjetër shtyp space bar. Te faqja tjetër mund ta shtyp disa herë space bar ose mund të lëviz edhe me shigjeta. Shigjeta poshtë, shigjeta lart, no? Për ta lexuar. Ose mund të lëviz edhe me enter. Tani po shtyp enter-un për të kaluar poshtë. Enter është si shigjeta poshtë. Tani për të dalë nga po shtyp disa herë space. Space Space është kjo. Hapësira. Falë. Si jam në anglisht në? Stop. Okay. Atëherë, shtypim këtë buton e gjatë që është i hapësirës për të lëvizur me faqe. Tani, kur vemi në fund, aty është fundi s'kam tepër. Si dalim nga komanda ls? Për të dalë nga kjo, shtypim q. Q-ja është quit. Pra shtypim q për quit. Edhe dalim nga komanda ls. Tani, le të shikojmë një skedar tjetër. Ky skedar i bash është këtu në këtë direktori, te direktoria bin. Edhe faktikisht bash është skedari shell që ne po përdorim këtu. Dhe kjo tregon për shembull madhsinë e këtij skedari 1.5 mega. Çfarë mund të përdorim tjetër? Mund të përdorim file, komandën file bash. Tani, qa më thot kur shkruaj file bash? Kur shkruaj file bash, më thot just a kind of bit, executable, gladion, faktikisht kjo është një skedar binar, sepse nuk thot që është tekst. Skedarët binar janë ata që thashun që janë 0-1 dhe janë të pa lexueshëm. Nëse përpiqen ta lexoj duke përdorur komandën ls, çfarë do shikoj brenda? Ls bash. Çfarë do shikoj brenda? Fillimisht ls njeh në paralelisht bash me be a binary file. See anyway. Kujtem një ljesën, po shtyp y, edhe qa shikoj brenda, faktikisht shikoj garbage, nuk ndonjë gjëra të pa lexueshme. Shtyp q për të dalë.
Pra, një skedar binar nuk mund të lexohet sepse nuk është i përbërë nga shkronja e brenda, nuk është tekst. Nuk ka tekst. Tani, përdor këtë komandën file për të parë se çfarë është kjo /etc. /etc është një tjetër direktori, është një direktori e sistemit. Bëj ls minus l /etc pasës wd. Tani, e nxjerr me shqipën lart edhe shkruaj file këtu. Çfarë më thot file? Po, edhe një me shqipën lart dhe shkruajmë file. File më thot që është ASCII text. ASCII text çfarë do të thënë që është i lexueshëm. Ne mund ta shikojmë përmbajtjen e këtij, kështu që e nxjerr edhe një me shqipën lart dhe shkruaj les në vend të file. Les. Tani po të shikojmë këtu ne faktikisht kjo është lista e llogaritëve të sistemit ose e përdoruesve të sistemit. Është lista e përdoruesve. Dhe kjo është shkurtim për password. Faktikisht passwordet nuk ruhen aty, ruhen në një vend tjetër, por që do të shikojmë pak më vonë. Pra, këtu tek po të kena një pyetje më thoni? Po. Këtu tek direktoria bin zakonisht ruhen skedar të ekzekutueshëm ose programe që përdoren nga përdoruesit ose nga sistemi. Është edhe një direktori tjetër që bën programe ls/sbin. ls/sbin. Edhe kjo direktoria /sbin ka programe, por këto janë zakonisht programe të sistemit, system binary. Programet e sistemit ose përdoren nga administratori ose përdoren nga programet të tjera të sistemit. Një direktori tjetër është usr-bin. Edhe kjo user-bin, usr-bin ose user-bin, ka programe që përdoren zakonisht nga përdoruesit. Thjesht po shikojmë disa direktori të sistemit për të ditur, për të pasur një ide të përgjithshme, jo se janë shumë të rëndësishme, do t'i shikojmë edhe më vonë me kalimin e kohës disa. Jo, përdoret shumë se mbajta me këtë sa. Shaj. Tu, pa sa nëse bin që këtë që. Ska je, sbin. Me pastaj kemi usr-sbin. Të gjitha këto thjesht po shikojmë disa direktori dhe përmbajtjen e tyre për të pasur pak parasysh se si është i organizuar sistemi i skedarëve në Linux. Pra kemi këtë direktorin usr-sbin. Sbin edhe këtë. Alo. Po, nuk e si morë të një diçka e tillë. Mirë. Okej, mirë. Mirë pash. Kemi dhe këtë direktorin usr-sbin, edhe kjo ka system binary, që janë të instaluara nga përdoruesit. Kemi direktori usr-local-bin. Thjesht po eksplorojmë disa direktori. Për të parë, kjo është bosh për momentin, nuk pas ka gjë. Kemi direktorin /boot,
/boot ka ato skedar që ndezin sistemi. Këto skedar përdoren kur ndizet kompjuteri dhe ndizet sistemi Linux. Kemi për shembull kernelin këtu. Kernel, kjo thonë Linux edhe imazhi i sistemit. init.rd.image. Boot group. Kjo boot group ka konfigurimin e menus së bootimit. Pra, kur hapim ne këtë kompjuterin, na del një menu aty që të zgjedhim Linux ose Windows, për shembull. Kjo menuja konfigurimin e ka këtu te kjo direktori. Thjesht po i eksplorojmë disa direktori. Kemi /dev, ls/dev. Kjo ka pajisjet e sistemit. Pajisjet, çfarë janë pajisjet e sistemit? Janë tastiera, monitori, mouse-i, kamera, disku, USB-ja, CD-ja. Këto janë pajisjet e sistemit, por në Linux këto trajtohen si skedar të një lloji veçantë. Domethënë në Linux çdo gjë trajtohet si skedar, edhe pajisjet trajtohen si skedar. Nëse një program do që të komunikojë me një pajisje, thjesht komunikon me skedarin që përfaqëson kjo pajisje. Dhe këtu te direktoria dev kemi këto të së book si ishte një herë? Jo, është me 2A. Se e lexojmë shumë book, pa jo është me 2A. Po. Tani, qa kemi këtu te kjo direktori për shumë, po shikojmë në gjithë që mund ta kuptojnë se çfarë është. Konsol, kjo do të ketë lidhje me terminalin, besoj. Po kjo pjesa mouse-it si që... Një sekond, kjo sëta... Lësë lezova të shqip, lësë dev, atë kërkova. Po, kjo SDA është disku. Dhe SDA1 është pjesë e pare e diskut, sepse disku është ndarë në disa pjesë. SDA1 është pjesë e pare e diskut, SDA2 pjesë e 2, SDA3 pjesë e 3. Pastaj, çfarë kemi tjetër? Këto, është USB aty, USB. Po, kjo USB këtu, kjo është tip direktorie. Ka diçka brenda, po do të ketë USB 0 e në një gjë tillë. Çka e tillë? Këto të dy janë si tip terminalesh. Kjo FD mund të jetë floppy disk ose diçka e tillë, po që këtu s'ka floppy Mund disk. të bëhet full disk, apo jo? Jo. është edhe CPU. Ku është CPU? Lartë. Po, kemi CPU, po ta shikojmë se kjo është direktori. Këtë na tregon ngjyra këtu, që është ngjyra blu. Kur është në ngjyrë blu, është direktori. Ja ta shikojmë çfarë kemi tek CPU për shembull. CPU, pas kemi 1, 2, 3, 4, kjo pas ka 8 CPU, ose 8 core, ndoshta ka 8 core, CPU 0, mësërë, CPU, pra, këto janë pajisjet e këtij sistemi. Okay. Kemi këtë direktorin /home. Direktoria home është direktoria ku ruajm direktorit e përdoruesve. Pra nëse kemi një përdorues, unë jam momentalisht jam përdoruesi UV. Kam një direktori këtu në /home. Pra kjo është direktoria ime home, ose direktoria home e përdoruesit UV. Kemi edhe disa përdorues të tjerë këtu, që ju mund të keni përdorues të tjerë ose mund mos keni tek kompjuteri juaj, po unë kam disa përdorues të tjerë, dhe secili përdorues ka një direktori home. Kur bën login, futet tek ajo direktori. Kur bëj CD-un, shkoj në direktorin home. Dhe kjo direktoria home është print working directory, është një nën direktori e kësaj direktorie, pra /home/uv. Është direktoria home e këtij përdoruesit UV. Kemi këtë direktorin /lib. Kjo zakonisht ka librari të sistemit që përdoren nga programet të ndryshme. Na fillon të zhurmë tani. E ngjashme me këto është edhe /usr/lib. Tani çfarë ndryshimi ka /lib/usr/lib?
nuk ka rënë dyshim ka, po ajo slash lib për shembull ka librari themelore, që i ka çdo sistem. Slash ose slash lib mund të ketë ca librari tore që janë instaluar nga përdoruesi më vonë, ose janë instaluar më vonë, nuk janë dalë tërësore për sistemin. Kemi këtë direktorin slash procs. Kjo procs është shkurtim për processes. Processes janë programet që janë duke u ekzekutuar në sistem. Pra çdo program që ekzekutohet dhe edhe këto janë skedat të veçantë, siç ishin ato dev, edhe këto janë skedat të veçantë që kanë lidhje me konfigurimin e sistemit. Kështu po shikojmë këtu. Po dëgjoni? Apo okej. Atëherë kemi këtë, për shembull po shikojmë të skedarin CPU info në direktorin procs. CPU info, po i bëjmë një file, sepse në file e shikojmë, kjo thot empty faktikisht, po nga që është skedari veçantë, po ta shikojmë me les, për shembull, les slash procs CPU info. Pas se thoshte që është bosh, kjo ka një farë përmbajtje, sepse nuk është një skedar i vërtet, por është një skedar i veçantë që na tregon një pjesë të sistemit ose një konfigurim të sistemit. Atëherë këtu kemi listën e CPU info e thot vetemi që kemi informacion për CPU-n. Edhe çfarë ka CPU-ja. Te kemi procesor 0, pastaj kemi më vonë mund të shikojmë kemi 1, 2, 3 dhe 7, ose ka 7 procesora që janë që ka 8 kernel ky kompjuter ose ky CPU. Edhe kemi informacione për to, General Intel, CPU Family, Model Name, Intel e këtatiun. Pra, mund të komunikojmë me sistemin me anë të këtyre skedarëve special. Nëse një program do të komunikojë, të marrë informacion për sistemin, mjafton të lexojë CPU info dhe e gjen aty informacionin. Kemi këtë direktorin me që e dullon ls/var. Kjo direktoria var ka 9 direktori ku ruhen disa dhëna nga programet e tjera, por që janë të ndryshueshme. Kjo var ka kuptimin variable. Do të thotë që me kalimin e kohës mazja e saj ndryshon. Për shembull kemi këtë log, var log. Var log, këtu ruhen logjet e sistemit. Logjet janë shpime që një program që ekzekutohet në sistem, një program sistemi, zakonisht mban edhe shpime diku në një skedar. Edhe këto shpime shkruhen me kalimin e kohës, dhe ato logjet rriten. Për shembull, po shikojmë këtë syslog, që janë skedarët e sistemit, var log, syslog, dhe po e hap me les. Dhe po të shtyp space që kaloj të faqet e tjera, shikoj që këtu ka shënime të programeve të ndryshme. Për shembull, këtu është një datë e caktuar kur është dërguar ky shënim. Ky mesazh është nga kerneli, pra këtë mesazh e ka dërguar kerneli, edhe mesazhi është gjetur. Këto mesazhe janë si duket në momentin që është startuar sistemi. Se shikoj që janë gjitha mesazhet e kernelit. Shtyp që zakonisht këto log file ne na interesojnë ato që janë më të fundit, mesazhet më të fundit. Dhe mesazhet më të fundit ne mund të shikojmë me tail, që do ta shikojmë edhe më vonë. Me komandën tail shikojmë 10 rreshtat e fundit të këtij skedari. Dhe këto janë mesazhe nga programet të ndryshme të sistemit. Kemi edhe një direktori /tmp. Si mendoni, për çfarë shërben direktoria /tmp? Nga vetemri i saj. Temporary. TMP është për temporary, që ruan skedar të përkohshëm. Pra, nëse një program do të krijojë një skedar të përkohshëm, zakonisht e krijon në këtë direktori. Dhe kjo direktori pastrohet automatikisht e pas here. Pra, pas një dite ose kur restartohet sistemi ose diçka e tillë.
Mirë, po e mbyllim me kaq për sot, edhe do vazhdojmë prapë nesër. Ta mbyll dhe regjistrimin këtu.